Edi dhe Dolce duken sikur e kanë nisur mbrëmjen në një atmosferë shumë të ngrohtë dhe pozitive, duke qeshur, biseduar dhe duke kaluar kohë vetëm për vete, larg zhurmës dhe konflikteve të shtëpisë. Që nga momenti kur u ulën bashk, duke ndarë mendime dhe batuta, ishte e qartë se mes tyre kishte një energji të veçantë dhe një afrim që po rritej gjithnjë e më shumë. Më vonë, kur dritat u fikën dhe banorët e tjerë u shpërndan nëpër dhoma, Edi dhe Dolce vazhduan të rrinin bashkë në një organ, duke folur me zë të ulët dhe duke u afruar edhe më shumë. Atmosfera mes tyre u bë edhe më e ngrohtë dhe më intime, sikur të mos kishte më askush tjetër në shtëpi përveç tyre të dyve. Nga mënyra si lëviznin dhe si afroheshin njëri tjetrit, duke qëndruar shumë pranë, duke buzëqeshur dhe duke shkëmbyer momente të buta, duke i qartë se po përjetonin një mbrëmje që po i lidhte më fort si çift. Banorët e tjerë, edhe pse nuk shikonin drejt për drejt, kuptonin se mes tyre po ndodhte një moment i veçantë afërsie që tregonte se marrëdhënia e tyre po hynte në një fazë më të ngrohtë dhe më të qëndrueshme, në errësirën e dhomës, në një organ. Edi dhe Dolce vazhduan t'i qëndronin pranë njëri tjetrit, duke u dukur më shumë si një çift që po shijon qetësinë dhe afërsinë e mbrëmjes, ndërsa mes tyre krijohej një lidhje që vetëm sa po forcohej.